Pas përjashtimit të papritur të Kristi Lamajt nga Big Brother VIP Albania, reagimi i parë publik ka ardhur nga Krusita, me të cilën ai kishte krijuar një lidhje të ngushtë brenda shtëpisë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ajo ka shprehur hapur habin e saj, duke shkruar thjesht: "Pse, kur dhe si?" Një reagim i shkurtër, por domethënës që ka nxitur menjëherë komente dhe diskutime nga ndjekësit, të cilët e kanë interpretuar si shenjë tronditjeje dhe paqartësie ndaj vendimit të marrë nga produksioni. Ndërkohë, gjatë mëngjesit të sotëm, vëllai i madh ka njoftuar zyrtarisht përjashtimin përfundimtar të Kristi Lamajt nga gara, përmes një zarfi të zi që mbërriti në shtëpi. Mes një atmosfere të tensionuar, zarfi u lexua nga banorja Brikena, e cila komunikoi vendimin e produksionit, ku theksoi se televotimi aktual anulohej menjëherë. Banor, vëllai i madh ju njofton se Kristi Lamaj është përjashtuar përfundimisht nga gara. Televotimi aktual anulohet, thuaj në mesazhin zyrtar. Përjashtimi i Kristit vjen pas një sër situatash të diskutueshme gjatë qëndrimit të tij në reality show. Kujtojmë se vetëm javën e kaluar ai kishte lënë shtëpinë duke kaluar murin rrethues, një veprim që solli largimin e tij të përkohshëm. Megjithatë, pas vendimit të publikut, Kristi u rikthye në shtëpi dhe në garë. Pavarësisht këtij shansi të dytë, produksioni ka vendosur përjashtimin përfundimtar, duke i dhënë fund rrugëtimit të tij në Big Brother VIP Albania. Mbetet për t'u parë se si ky vendim do të ndikojë në dinamikat e lojës dhe marrëdhëniet mes banorëve në ditët në vijim. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.